Mirëmëngjes të dashur miq të RTS2, ja te kemi sërish së bashku këtu tek fati ynë për të vijuar me parashikimin e hartave tuaja astrologjike të personalizuara. Ju mund bëheni pjesë e bisedës sonë përmes numrit që gjeni të afishuar në ekran 0422 56047 ose duke na shkruar një mesazh në faqen tonë të Instagramit fati ynë RTS. Me mua si gjithmonë në studio astrologu ynë Jorgo Pulla. Jorgo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua. Edhe gjithë të shkues që na ndjekin në Shqipëri apo në diasporë, dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme sepse kemi ndikimin e hënës në binjak ku na jep rëndësi për gjëra të rëndësishme që do të kemi në lidhje me punën dhe me karrierën. Prandaj bini pas mos ma lini pastore. Të falenderoj Jorgo, do të ndjekim siglën dhe rikthehemi më njëherë në studio për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. Le të fillojmë pa humbur kohë, Jorgo, me një parashikim të një mesazhi që kemi marrë. Kemi datëlindjen 12 i pari. Po. 92. Ora 21:00. Pra 9. Po. Dua të di për shëndetin dhe për punën. Atëre, Valbona Halili. Kështu është emri i saj? Atëre, në lidhje me shëndetin nuk do thosha diçka shqetësuese, sepse ndikimet dhe gjërat janë nën kontroll, kështu që nuk ka diçka, një vizitë mund ta bëni ose një konsultim. Por në lidhje me punën, vjen një moment shumë pozitiv sepse njerëzit lindur didiele me ndikimin më të madh të diellit, që do të thotë çështjet që kanë bënë të shenjës së Bricapit, të 10 ditë, të tret, kanë mundësinë e zgjidhjeve të konflikteve ose të problematikave që kanë pasur më përpara, sidomos tani në fund të këtij muaji dhe fillimi i muajit të shkurt, ku është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë që ka një vazhdimsi, pothuajse, gjatë gjithë kohës, sepse 2026 ka disa gjëra të papritura. Por nga njerë gjërat e surprizat janë pozitive, nuk është diçka problematike. Dhe momenti që ka të bëjnë, me qenë se ka pasi problem vogël në lidhje me anën ekonomike financiare, por kjo nuk do të thotë që ngjelet e pa rregulluar dhe stabilizuar. Por nuk ka vend për të shqetësuar, sepse duke pasur parasysh periudhën, kohën që ndodhin fenomenet dhe me ascendenten që do të thotë në hyjgjeresh, do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi, do të thotë kohë dhe momentet e duhura mbi ndryshimet që kanë bëjnë dhe mundësitë e arta që vinë tani e tutje, por planetet që kanë bëjnë në Bricap, por janë shumë planete, pra po të shikojmë, pra ne e them gjithmonë, në raste konkrete që ndodhin fenomenet, duket se kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme dhe vazhdimësia pra që ndodh, që do të jetë në ujor, pra sepse kemi edhe Saturnin që ndihmon shumë, edhe kohën e duhur për stabilizime dhe është një moment jashtë pozitiv, jo i mirë, por shumë në lidhje me takimet dhe bisedimit që do bëhen. Por edhe muaj maj, shtator është një kohë shumë e mirë dhe mund të përfitoni jashtëmase në atë që do të bëni. Të falenderoj Jorgo, mirëprisim telefonatën e parë në studio për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me këto flasim dhe nga na telefononi? Ju flas nga Tirana. Kënaqësi. Do të po fatin e gocës, nuk e di, është e pavendosme. Me 12 vjetor, në 80 dishin, ditën e ditë në orën 4 mëngjesit, ditën e ditë. Atëherë 12 vjetor? 12 vjetor. 82, ditë e diel, ora 4 e mëngjesit. Ditën e ditë. Po. Ora 4 e mëngjesit. Po e dashur. Faleminderit. Për fatin e vajzës, pasi është e pavendosur, thua? Po, këtë tha, kështu që këtë do t'i... Po, atëherë, ditën e diel, tha? Po, ditë e diel. E sigur është ditë e diel. Atëherë kemi të bëjmë shqiptari me ascendente në akrep, në bazë të orës, 4 të mëngjesit, do të thotë që disa mundësi që jepen, jo se nuk ka vendosur ose në lidhje me jetën e saj, por është momenti, periudha kur gjërat mund të ndikojnë. Nëse do flasim sa raste kanë qenë, pa fund, nëse flasim pse nuk kanë vendosur, ka diçka që nuk ka vendosur, do thoni është problem, jo. Është ajo që kërkon rrezikun, themi ne.
kur nuk vjen ora, sa do që të mundohesh, sa do që të bësh, asgjë nuk realizohet. Kur është koha e përshtatshme që kjo të realizohet, po është pikërisht 6 mujor i parë i këtij viti, do shkoni edhe vetë, do më kujtoni, është diçka në vazhdimsi, por nuk e ka vendosur në lidhje me çështën, por marrja e vendimeve të rëndësishme, duke se është 6 mujor i parë dhe koha e përshtatshme për stabilizimin dhe konkretizimin e kësaj lidhjeje. Prandaj mos më shqetësoni fare, sepse periudha ku ndodhin fenomenet janë edhe stabilizuese dhe vazhdimësie. Po gjithçka ndodh, gjithçka arrihet dhe koha është në favor, jo disfavor. Të falenderoj, Jorgo. Do të mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Po, Suzana. Kënaqësi. Po. Nga Tirana. Po e dashur, më thuaj. Nga Tirana. Nga Tirana. Po, ju dëgjojmë. Po. Datën e lindjes. Me 7 tetor 63. 7 tetor 63. 7 tetor 63. Po. Orën e lindjes e kemi? Nuk e mbaj mend, po. Po. Dhe desha për legalizimet, a do t'i marrë dokumentat si vjet? Pa tjetër. Dhe mujnë tjetër në shkurt, kam një rrugë për jashtë, për një dokument. Në çfarë shteti? Në cilin shtet të lutem, pyet Jorgo? Si duket. Nuk e di nëse na dëgjon apo e ka mbyllur telefonin. Okej, e shkojmë këto. Pyet Jorgo, në cilin shtet është dokumenti, domethënë rruga që do të bësh në shkurt? Për cilin shtet bëhet fjalë? Itali, më duket se dëgjova? Itali. Itali. Po, ndiqni parashikimin tuaj e dashur. Si? Ndiqni parashikimin tuaj nëpërmjet ekranit. Jorgo, 7 tetor 63. Po. Për legalizimin do të merren dokumentat apo jo? Dhe në shkurt është një rrugë për në Itali. Marrim këtë fundit. Po. Në shkurt për në Itali. Për dokument. Po, për dokument. Është më se mundur, është realizueshme. Sepse prisni një lajm ta merrni pra të lëvizni. Dhe kjo mund ta merrni tani, ose keni marrë. Përse përket legalizimeve, ndryshimeve që ka të bëjnë, koha e përshtatshme për të kërkuar, nuk kërkojnë për javë, për muaj dhe lodhje të iskashme, por vjen momenti tani, është një periudhë shumë e mirë, kjo 3 mujori deri në fund të marsit, që është e mundur të ndodhi. Çdo gjë në këtë vit do të shikoni do mbyllen shumë çështje të lëna pezull. Dash në kadastër, dash në legalizime, për shembull gjëra natyre, dash në udhëtime, dash në çështë dokumentacioni, është koha e dokumentacionit sepse 2026 shuhet shumë për këto dhe gjërat që kanë qenë 2026, 2024, 2022, 2020, 2018 e kështu me radhë. Por gjithsesi, kjo periudhë është mjaft e mirë dhe është tepër pozitive. Prandaj bini pas sepse është kohë e duhur, është momenti i duhur. Në çdo gjë, në çdo aspekt është periudha më e mirë e mundshme që ndonjëherë, sidomos tani në këtë periudhë, është një periudhë mjaft pozitive. Për sa i përket dokumentit për udhëtimin që do të keni, po është e mundur dhe është e realizueshme, edhe pse do qëndroni pak më tepër nëse jeni të përgatitur për gjëra të tilla, për arsye kohe më tepër, por jo se është e parealizueshme, është që të shkemi atë, prandaj mos më shqetësoni fare. Të falenderoj, do të mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mëngjesi. Do flasim dhe nga na telefononi. Unë, bashkë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Dua të pjesë për gosën time. Patjetër. Në 25 prill, 1985. Po. Ditë e premte, orës e bajmët. Në rregull, atëherë 25 prill 85. Po. Dhe për çfarë interesoheni? Si do t'i vazhdoj jeta, si është. Të periudhë ka dhe pak pa qef. Si do jetë ecuria e jetës së saj? Po. Ndiqni parashikimin tuaj e dashur nëpërmjet ekranit. Po. 25 prill, faleminderit ju. 85 Jorgo. Po, orë s'kishë. Ditë e premte. Okej. Si do jetë ecuria e jetës, ka pas një periudhë
të tanishme, pra që është e sëmur, me probleme shëndetësore, por si do jetë ecuria, si duket gjendja? Atëherë, ndikimet pozitive që kanë filluar në 13 dhjetor deri më 17 shkurt, që është një kohë shumë e përshtatshme për konsulta, për gjërat kësaj natyre, gjërat që do vazhdojnë, sepse kemi ndikimin e hënës së plot që na ndihmon në fushën e shëndetit dhe konsultime me mjekun, është kohë shumë e përshtatshme dhe do ishte idealja me gërma shtypi, do ta thosha kështu, mbas datës 2 deri më datën 8 shkurt, është një kohë shumë e përshtatshme. Mos më shqetësoni fare, sepse nëpërmjet konsultimit me mjekun dhe vazhdimësia duket e mbarë. Në përgjithësi, 2026 nuk do thosha është një vit problematik, por është një vit që jep mundësi, jep rëndësi asaj çka doni të bëni dhe të arrini. Pra, energjia pozitive e këtij viti është mjaft e mbarë dhe mundësitë që jepen është koha e duhur për të stabilizuar gjërat që kërkon. Prandaj mos u shqetësoni fare në këtë drejtim. Të falenderoj Jorgo. Do të kalojmë tek një tjetër telefonat. Po. E mirëpresim atë në studio. Alo, mirëmëngjes. Me sa duket linja ka rënë, kështu që do të kalojmë tek një mesazh. Atëherë, 13 janar, 2005, ora 7:45 minuta e mëngjesit pra. Dëshiron të hedhë letrat për në Angli. Por domethënë ka një periudhë shumë të shkurtër në të cilën dëshiron patjetër që ta marrë këtë përgjigje dhe do të di nëse është e mundur apo jo, në të kundërt të mos i hedhë fare. Dëshiron që të jetë nga marsi, pra në fillim të marsit të ketë marrë një përgjigje pozitive dhe t'i hedhë tani. Ka shanse të ndodhë kjo apo jo? Tani, ndodhet në Shqipëri apo ndodhet në Angli? Ndodhet në Shqipëri, por dëshiron të shkojë në Angli. Okej. Atëherë, 13 janar 2005, lindur ditënjte. 7:45 minuta. Po. Me ashtu. Pra, nëse i hedh letrat tani këtë muaj, ka shanse që t'i dalin në fillim të marsit apo është e pamundur? Si duket ndikimet planetare? Ndikimet planetare, për sa i përket tani. Nëse flasim në bazë ascendentës që është Britësjap dhe shenja Britësjap. Po. Mundësit janë shumë të mëdha, sepse këtu në ndikimet që kanë bëjnë, kemi të shenjës Britësjapit, por edhe ndikimet të mëdha që ndodhin dhe momentet që kanë të bëjnë, pra po ta shikojmë këtu, kemi dhe ndikimin e ascendentes, pra ascendenta në Britësjap. Kur do ishte koha ose dita që mund të ndikoj, gjithmonë ka të bëjnë e mërkur dhe ditë e enjte. Është kohë shumë pozitive në lidhje me çka që kanë bëjnë. Ajo çka do të thotë, dita e mërkur, dita e enjte, janë ditë shumë të rëndësishme për sa i përket vendimeve, për sa i përket mundësive. Unë do të thosha, nuk e di arsyen pse, por duhet ishte në Angli, ndryshim vendbanimi, po, dhe janë mundësit shumë të mira, nuk e diskutoj, nuk e vendushim, pse jo, dhe pse e përcakton që thotë fund marsit. Se këtu nuk përcakton, nuk e di, mos e ka një diçka që duhet me patjetër të realizohet gjë e tillë nëpërmjet një personi, meqense e ke të domosdoshme dhe është më se e mundur të ndodhi, do keni pak vëmendje, mos u nxitoni, duhet keni një person të ligjit që merr vesh më tepër në lidhje me gjërat dokumentacione, se janë shumë të rëndësishme në rastin konkret, por tjetër mërkur dhe enjte është diçka shumë e mirë dhe ditë për juve pozitive. Jo se juve keni lindur ditë enjte, po edhe kohat që ndikohet kur kemi çështje të tilla, kemi mërkurin. Për ne themi në ditën e mërkur dhe janë realizuar në shumë të raste, dhe kjo pse jo, ditë enjte, meqenëse është ditë e saj, është momenti më i mirë i mundshëm dhe sidomos kur kemi ascendente dhe shenjë në një shenjë, shenjën që është Britësjapi dhe ascendente Britësjap, pse jo, është mëse mundur të ndodhi. Kemi që jemi në çështje dokumentacioni dhe viza, më lër të them që një shoqe ime që kishte pyetur, mori një parashikimin tuaj, nëse do t'i dilte viza apo jo, i doli dhe të dërgon shumë të fala dhe respekte prej saj, kështu që prandaj marr gjithkohës pyetje për këtë, sepse njerëzit e kanë të faktuar tashmë që nëse ti e thua do të ndodhë. Është kënaqësi. Do të mirëpresim një tjetër telefonat? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Me një zëng, dua të pyes për vajzën time. Patjetër e dashur.
13 gusht 84, ka lindur në 4 të mëngjesit. 13 gusht? Të ardhmën e asaj. 13 gusht 84. Po. E ardhmja, si do t'jetë? Po. Orë kemi? 4 e mëngjesit. 4 mëngjesit. Ndishtë në parashikimin tuaj për mes ekranit? Okej. Ju falemderit, një ditë sa më të mbarë. 13 gusht, Jorgo, 84, 4 e mëngjesit. E ardhmja, si do t'jetë ardhmja për këtë vajzë? Atëherë, ora 4 e mëngjesit kemi të bëjmë ditën e hënë. Ne vrike, në fakt, por shenjës e Luanit me aksident e Luan kanë atë kuptimin e jetës, mundësi që jepen. Në rasti konkret, unë do thosha që jashtëmujori i dytë është perfekt. Do ishte mirë në ndërhyrjet që bën, familje kush e kërkon me një sistem që t'jenë sa më të rregull, sa më të qartë. Por u garantoj që kjo datëlindje është më se e qartë se ç'duhet. Në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshime të mëdha. Në fakt, kjo datëlindje kishte mundësinë e gjërave të bën ndryshe, por prapë se prapë fati do që kjo t'jetë e kënaqshme me këto që realizon, me këto që bën. Mos u shqetësoni fare sepse koha tani e tutje punon për këtë datëlindje dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar jetën dhe vazhdimsinë. Të falenderoj, Jorgo. Do të kalojmë tek një mesazh që kemi marrë. Ndjes sepse inboxi vetëm shkruajnë gjatë gjithë kohës dhe atëherë. Kemi mesazh të tipit. Patjetër. Por le të mirëpresim një telefonat të cilën e kemi në linjë dhe më pas do kemi kohë dhe për mesazhet. E mirëpresim atë në studio. Alo, mirë mëngjes. Po, mirë mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Po, la pak më parë, po vetëm ti me dëgjova për dokumentin. Po nuk e mirë mëngjes. E disha për legalizimin e shtëpisë. A do ta marr si vjet? Po, patjetër. Ndjes mbase na ka shpëtuar. Po, 7 Po, e kemi. 7 tetor 63. I kemi dhënë vetëm parashikimin për dokumentin në Angli, Jorgo, dhe na ka shpëtuar ky detaj i legalizimit. 7 tetor, 63, legalizimi, dokumentat për legalizim, pra, do t'i marrin apo jo? Një sekundë, ishte datëlindja ku do shkote në Itali, apo? Tjetër. 7 tetor 63. Mbase edhe mund ta kesh dhënë, po nuk e ka dëgjuar. Po, sepse... Po. E thamë për legalizimin që... Mbase nuk e ka dëgjuar. Po. Megjithatë, se jo, përsëri. Apo ti themi që mund ta ndjekin nëpërmjet YouTube-it, sepse ta ende nuk e din, nuk ka problem fare as bëhet fjalë. Çdo puntat të cilën ne e regjistro, domethënë që jemi gjithkohën dhe jemi këtu me ju, ajo patjetër që regjistrohet dhe hidhet në YouTube. Pra, mund na ndiqni live, por edhe nga regjistrimet që hidhen në YouTube. Po. Regjistrimet e puntatave. Atëherë, edhe mesazhet, flasim vetëm për mesazhet, janë të regjistruara. Po, të gjitha janë në YouTube, çdo puntat që realizohet. Emisionit para mund ta shikoni. Atëherë, në lidhje me legalizimet. Lidhje me legalizimet, duket se pikërisht ky jashtëmujor është shumë i mirë dhe tepër pozitiv për sa i përket çështjeve të dokumentacionit. Keni pasur shumë probleme, shumë gjëra. Por, me qenë se kemi dhe disa ndikime shumë të mira, mund t'i bini pas deri dhe pothuajse jashtëmujori i parë është shumë i mirë për gjëra të tilla, prandaj bini pas sepse është e realizueshme se 2026 do mbylli shumë çështjet e rëna pezull. Pra këtu po të flisa dhe shpar për sa i përket çështjeve që kanë qenë më përpara dhe gjitha këto, ky vit është viti shumë pozitiv, edhe pse është viti sakrificës, por është sakrificës në të mirë, se ka dhe gjëra të tjera që ndodhin, por në anën tjetër është mundësia, momenti më perfekt për sa përket dokumentacioneve dhe gjërave të tilla që ju keni në fakt në raste konkrete është legalizime. Unë do të thosha po, por bini pas ose me person që merr edhe me ekonomisë ose gjëra kësaj natyre, është mundësia dhe koha mjaft pozitive dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, diçka i surprizë mund të ndodhi gjatë muajve, është mjaft i mirë. Mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirë mëngjes. Alo? Mirë mëngjes, a rinit na dëgjoni? Alo. Mirë mëngjes, me kë flasim dhe nga na telefononi? Alo. Po, ne ju dëgjojmë në fakt, por nuk e di. Mund të vazhdoni televizionit. Ai nuk na dëgjon, kështu që... A rinit na dëgjoni?
Përshëndetje. Përshëndetje. Presht telefonatën me zotin Jorgo. Patjetër, na thoni. Urdhër? Na ndihmoni me datën e lindjes. Jemi live, kështu që po. Jam direkt? Po. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Desha të pyes zotin Jorgo për problemin e dokumentave në Itali. Patjetër. Na ndihmoni me datën tuaj të lindjes ose personit në fjalë? Si? Data e lindjes. Të dhëna. 25 maj 1948. 25 maj 48. Çfarë problemi? Dokumentat? Dokumentat në Itali. Okej. Na ndiqni nëpërmjet ekranit. Na ndiqni parashikimin tuaj nëpërmjet ekranit. Jorgo. Ma jepni datën lindje? 25 maj 48. 25 maj 48? 48. Dokumentat në Itali. Dokumentat në Itali. Këtu kemi ditë dokumentacione. Në lidhje me dokumentat, duket se kjo periudhë është mjaft e mirë. 6 mujori 2 është shumë pozitiv në lidhje me çfarë dokumentacioni, shumë e mbarë në ato që ka prisni, por nëpërmjet një avokati të rëndësishëm që do të ndihmoj në çështjet e dokumentave, sidomos mars korrik është koha më e mirë e mundshme për të rënë pas përsa përket çështje dokumentacione, përsa përket gjërave që prive mund mos jetë realizuar akoma, ajo që ka prisni, ajo që ka doni, por në ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë, është mundësia që të realizohet e ta mbyllni si çështje, nëse keni pasur çështje të hapur problematike në lidhje me dokumentat, është një mundësi shumë e mirë në këtë harë kohor, sidomos maj, qershor korrik, se në mars fillojnë, mars korrik, por qershori korriku janë 2 muaj shumë të rëndësishme dhe momentet që kanë të bëjnë kohën e duhur e zgjidhni këtë problem. Prandaj mos më shqetësoni fare, sepse nganjëherë shqetësoni është arsye punës jetë, po jo s'është problematike. Mos më shqetësoni fare për këtë gjë. Do të kalojmë tek një tjetër mesazh. Atëherë, mirëmëngjes, dëshiroj një parashikim për djalin, Paolo, për punë për të ardhmen, është më mirë në Shqipëri apo e ka të ardhmen në Amerikë? 11 janar, Jorgo? 2001, ora 9 e mëngjesit. A e ka të ardhmë apo është në Amerikë? E ardhmja e tij është në Shqipëri apo Amerikë? Aha, okej. 11 janar 2001, ora 9 e mëngjesit. 9 e mëngjesit. Atëherë ditë e njëjtë. Ora 9 e mëngjesit që do të thotë ascendentja tek peshit. Nëse flasim për jashtë, ju e thoni e citoni edhe në Amerikë, por është e mundur në lidhje me gjëra që ndikojnë, duke pasur parasysh, po, ju keni njerëz atje, por edhe në mund të ishte në vendet evropiane, por më mirë atje juve që keni njerëz dhe keni stabilizimin në këtë aspekt, duhet ishte stabilizuar, jo do shkoj, por duhet ishte. Por me qenë se koha tregon që është mjaft pozitive, unë do të thosha shtator-dhjetor është koha ideal, edhe më përpara, por ajo që është me siguri që është shtatori deri në dhjetor, duke pasur parasysh ndikimet që kanë bërë planetet, dhe kjo është ajo që neve themi gjithmonë në lidhje me ndikimet dhe ndryshimet. Pra, ajo që është në shtator dhe deri në dhjetor. Ndikimet që kanë të bëjnë është mundësia pra dhe momenti mjaft pozitiv dhe jo problematik. Ajo të do të ndikoj, unë do të thosha po, është e ardhmja nëse bëhet fjalë për këtë vit, ose vitin tjetër, pak rëndësika që është në pozicionin më të mirë të mundshëm të qëndrojë njerëz, sepse në disa raste kemi mundësi që janë njerëzit, por nganjëherë nuk realizohet ose shtyhet. Por në rastin konkret nuk ka raste të tilla problematike. Ndërkohë puna për këtë datëlindje? Në lidhje me punën lidhet shumë dhe me jashtë kjo punë dhe është e mundur që është
mëse e realizueshme, për dhe diçka tjetër që ndodhë në muajin mars, prill, lidhje me punën, ndryshime që do të ketë në lidhje me punën, është momenti mjaft i mirë, sepse pret disa gjëra janë të realizueshme dhe të prekshme, sepse di shumë mirë çfarë do dhe ku do të shkojnë. Kjo është diçka shumë e mirë dhe tepër pozitive, mund të jetë e realizueshme. Të falenderoj, kalojmë tek një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Me këtë flasim dhe nga na telefononi? Nga Tirana. Kënaqësi e dashur? Po desha të dija për 2026-ën. Po. Kopin 19/4/1981. Edhe njerë ju lutem, me datën e lindjes? 19/4 Po. 1981. Atëherë 19/4/81. Po. Dëshiron një parashikim për vitin 2026? Po. Orën e lindjes e kemi? Jo, nuk e di. Pa merak, ndiqni parashikimin tuaj. Jorgo, çfarë do të themi për këtë datë lindje, si do jetë 2026-a, e curia? Po. Atëherë kemi, në fakt, kemi shenjen e dashit. Dashit, në fakt, për 2026 është shumë vit i mbar. Është vit i mbar për lidhje me punën, lidhje me ndryshime të mëdha që ka në anën e vet, por meqense do shtrënguar këto 5 vitet e fundit, kjo datëlindje ka pasur mjaft ndikime në fushën ekonomike financiare, por viti 2026 mbyll çështjet e së shkuarës, sidomos tani e tutje, mund të flasim në muajin mars, sepse mars është mjaft ndikues edhe konkurues me vitet që kemi lënë pas, dhe ky është pikërisht muaj dhe mjaft pozitiv për sa përket shkurtit, marsit, prillit, ku është diçka shumë pozitive dhe ndikime të mëdha ekonomike, duke se e realizoni dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar në lidhje me 6 mujorin e parë të këtij viti, e do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë, shumë gjëra të arrini fal maturisë dhe të drejtës suaj, sepse ndikimi i hënës në shenjën e peshores dhe shumë planete tek peshorja, ku do të thotë mundësia, pra po të vini re, domethënë në ndikime që kanë të bëjnë dhe juve e respektoni dhe jeni shumë të qartë në atë që keni të bëni, por po të shikoni ndikimin e planeteve kur keni lindur, që është Jupiteri, Saturni në peshore, ku ndikimi që të mëdha që kanë të bëjnë përballë e keni tek dashi, pra gjysma e vitit është mjaft ndikuese pozitive dhe stabilizimi duket në 6 mujorin e dytë, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për sa përket punës, për sa përket karrierës dhe gjërave të tjera. Keni shumë të drejtë, po kush ua di. Drejtësi nuk ka, lumaj që ka, juve e keni, dhe kjo mirësi që ju keni bërë gjatë rrugtimit tuaj të jetës, ju kthehet në energji pozitive dhe mundësi të arta që do vinë në 2026. Disa para të pamara, ose diçka që keni bërë, por nuk keni marrë atë frytet e punës ose të gjërave të ekonomike, duket se është mjaft pozitive dhe mjaft ideale për sa përket zgjidhjeve dhe gjërave të çështjeve të ndikimit të madh që ka të bëjnë në punë dhe në karrierë. Të falenderoj, Jorgo. Mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, bukurosi. Përshëndetje. Ku e kam profesorin? Respekte. Ma ga 30 linjën tje, ma ka leke 64, jo të 67. Atëherë, ne kemi datëlindje tuaja 24 tetor 64. 7. Janë të dyja 67. 67. Të dyja datëlindjet. E po këtë do ta kemi... Po. Do ta kemi parasysh për herë të tjera. Të dyja 67. Të dyja datëlindje të vitit 67. Vete me ka forën ka lekesh, po më ka thonë profesori i e shumë mirë, tha. Akoma më mirë, tani që është 67, ka të drejt gaforja, vjen keq. Jo, akrepi. Akrepi, jo, kam nafi se akrep dhe gafore. Akrepi se kap kush me dorë. 24 tetor 67 dhe 5 korrik 67. Po, pash kalende. Ajo të kap me kamun, e kap me bisht. Me rëndësi që të jeni të lumtur dhe të kaloni sa më mirë. Kjo është, pas e tjera rregullohen. Shëndet. Pa tjetër. Kënaqësi. Sot për çfarë ju duhet parashikimi? Po. Shiko si
vetëm shëndeta, kam në lek në diçka se e shiko si qesh bashkëshortja. Rifreskim i parashikimeve. Po, do të mundohem. Na vjen mirë që jeni të lumtur, kështu që Jorgo, çfarë do t'i themi gjëra sa më pozitive. Vejmë njana të mbajmë aty. Mirë. Nuk e di pse na ka shpëtuar ky detaj, por tani nuk. E kur e themi që na ndërmend, i themi. Tani janë të dyja në rregull. 24 tetor. 24. 24. Tetor. Po. 67. 67. Po. Dhe 5 korrik. Atëre. Kemi 5 korrik. 67. 5 korrik. 67. Po. Për shëndetin, për parat, financat. Atëre, 5 korrik 67. Kemi, ne e thashton, akrep dhe gafore. Por në ndikimet që kanë të bëjnë, mundësit që jepen, në fakt, kjo periudhë është mjaft e mirë nëse ka të bëjnë diçka, ose për diçka nga larg, nga fëmijët, gjëra kësaj natyre, është diçka mjaft pozitive, se po vendos çik të natun, po i ruajmë si disa të dhëna. Po, patjetër. Se na qërtoni se pastaj na merr prapë thotë keni bërë gabim përsëri. Po. Atëre, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike, me shëndetin, me këto nuk kanë diçka për të shqetësuar absolutisht. Unë pres një surprizë që t'ju vinë në fakt nga fëmijët, edhe pres me padorim edhe unë Adelina këtë gjë, dhe ka për të ardhur, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim. Mezi e pres dhe unë Jorgo ndjes që të ndërpres atë momentin që të na marrë dhe të na thotë Po do të na thotë se s'bën. Andaj nga vjen dhe nga dashuria dhe qetësia janë të dy përputhen. Në rastin konkret, ka të bëjnë shumë sepse gjërat që kanë të bëjnë dhe nga ana e bashkëshortes është gafore mbledhse, është familjare, është ajo që ka forca identiteti i familjes, kurse nga ana tjetër akrepi zemërgjërsia, qetësia dhe fjalë pak. Që kanë domethënë në kuptimin e mirë të fjalës të familjes dhe të gjërave, dhe do thonë juve çdo gjë që ka të bëjnë, mundësi që jepen, koha që keni, është në dispozicion, është në pozitivitet, ja keni arritur qëllimit, makari të ishin të gjithë njerëzit si ky çift, mjaft me ndikime, me favorizime, me mundësi dhe dashuri. Njëherë dashuria nuk është asnjëherë e tepërt, është gjithmonë është një hap para, i bën ballë së keqes, i bën ballë çdo negativiteti, dhe në rastin konkret e kemi këtë gjë dhe është mjaft mirë. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjëra që do të keni dhe do shikoni ky 3 mujor është 3 mujor i surprizave dhe gjërave të tjera që do vinë. Prandaj mos më shqetësoni fare, është koha më e mirë e mundshme që ndonjëherë. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Linja me sa duket ka rënë, kështu që le të kalojmë tek një mesazh që kemi marrë. Atëherë, kemi datëlindjen 19. Po. I 6. Po. 89. Atëherë, një sekondë. 89. Ora 22:00. Ora 22. Atëherë, 19 qershor, 89, ora 22. Ascendente Bricjap dhe dëshiron të di për anën sentimentale dhe për karrierën. Atëherë, ka ndonjë gabim në ascendente? 19 qershor. Po. 89. 89, ora 22. 00. Sepse në fakt kërkojmë domethënë saktësinë, se prandaj jemi edhe këtu. Buzëqeshja tregon që ka diçka, por çfarë do na thuash? Tani, në ndikimin, kjo jo po qes sepse skënaqësia që e kërkon edhe ka parë që ku e ka ascendenten. Tani, kemi të bëjmë në fundi i shenjës i përket binjakëve, për ascendenten qershora 22 00, që ndikohet në Bricjap, në kufi, në fillim të Bricjapit, dhe
kjo do të thotë që jep mundësi, jep kohë në atë që ka do të bëjnë. Dhe si funksionon atëre i bi. Po të shikojmë këtu, sepse duhet ta tregojmë me deo mos për atë që, dhe më bëhet qefi shumë njerë që e kanë filluar, tani unë e kam thënë, në lidhje me që astrologjia vërtet që t'jep këto mundësi. Këtu tani kemi binjak, shenja e binjakve si shenjë. Por, lidhje me binjakët kemi Jupiterin, që është planeti i fatit, planeti i ndryshimeve, planeti i vendimeve. Kemi gjithashtu, kemi Mërkurin. Ajo që ka ndodhë nga ndikimi i diellit, pra kemi diellin në binjak, ku është në kufi, dhe do të thotë që mundësit, pra kemi shumë planete, edhe të gaforja shumë planete që ndikoni, është ajo mirësia që bëni dhe nuk e përmendni. Rasti tjetër që ka të bëjnë, kemi këtu po të shikojmë, kemi ascendenten në bazë orës 22, që është në Bricjap. Është në Bricjap në gradën e 3. Pra do të thotë mundësi, do të thotë vendime, do të thotë ndryshime. Dhe harko kohor që lidhet shumë me anën financiare, lidhet shumë me biznes. Një padrejtësi që është bërë në rastin konkret, me këse hëna në Bricjap dhe Saturni, Neptuni dhe ndikimi që kanë bëjnë pasaj në anën tjetër, u jep mundësi dhe rëndësi në ato që ndodhë dhe realizohet. Por, po ta marrim në përgjithësi, këndët që bëhen planetet, po të shikoni, është momenti dhe koha. Me qenë se do shikoni, pas çka se bëhet fjalë për përgjithësi të gjërave, është Plutoni që u jep drejtim gjërave dhe mundësi të arta që do vinë në këtë vit, kaq të shkëlqyer dhe pikërisht ky muaj dhe muaj maj që është mjaft pozitiv për sa i përket ndryshimeve që do të keni. Të falenderoj, mirë prisim një tjetër telefonat. Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Ju përshëndes, juve dhe Jorgo. Ju përshëndesim dhe ne gjithashtu. Faleminderit gjithashtu dhe për ju. Flas nga Tirana. Po. Jam një qytetare dhe kam një problem me çështje pronësie. Doja të dija se si do më shkoj këtë vit në 2026, do ketë zhvillim apo jo, dhe jam shenja e peshores. Datën po. Po, ja kam mashu 22 tetor, 1974. Atëherë, 22 tetor, 74. Po. Orën e lindjes, nëse e kemi? Jo, nuk e mbaj më. Mos u shqetësoni? Dhe dua të di të ardhmen e kësaj çështje të pronësisë, se si do të më zhvillohet në 2026. Jorgo, zakonisht ndjes që të ndërpres, pyet se sa vite ka si çështje? Ka shumë vite faktikisht, janë mbi 20 vite që po merremi me këtë 20 vite. Problem. Ndiqni parashikimin tuaj e dashur? Dhe ju uroj një ditë sa më të mbarë. Gjithashtu dhe për ju sa më shumë bashkësi. Jorgo, 22 tetor, 74. Po. Mbi 20 vite, kjo çështje pronësie do ketë zhvillim në 2026 apo jo? Atëherë, viti 2026 për këtë datëlindje. Po, është e hershme si çështje. Tërheqim ose këput në shumë raste. Por, nga ndonjëherë, rrezikon ai që është do ta marrë se s'ban. Duan apo s'duan, ose sido që të vinë, rreziku i përket personit që krijuesi e ka krijuar dhe do ta marrë. Rasti konkret kemi të bëjmë shumë ndikime pozitive, 2026 është viti më perfekt lidhje me çështjet të tilla që janë dokumentacionet, që janë kadastrat, që janë marrëdhënia me pasurinë e paluajtshme, është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm. Dhe do të thosha diçka shumë të rëndësishme, keni 20 vite, keni jeni marrë, jeni lodhur derisa mund të thoshë në fund të saj ala fare dhe nuk i hykni muhabeti. Vjen një moment tani që fillojnë gjërat nga e para. Vini re 2026. Çfarë kemi thënë dhe ku jemi? Jemi në fillim, akoma s'ka ikur muaj janar. Do shikojmë shumë gjëra do ndodhin, shumë gjëra do shpërthej nga gjitha anët, por me qëse në rang global ndikohen shumë dhe do shikoni dhe gjëra të tjera në këtë rast, sepse në rendin e ri të ndryshimeve. Çfarë na bëri Neptuni nga pardje? Kjo fut në dash. Do thot ndryshime, do thot luftime, do thot mundësira, nëse. Shqipëria nuk ndikohen gjëra tjera. Mos më mërzisni fare, sepse është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për ta zgjidhur. Por kur mos më kërkoni ditë, por më kërkoni kohë, 2026 është më i miri dhe bilmi keni marrë një sinjal shumë pozitiv në muajin dhjetor, por koha dhe momenti do që ky 6 mujor është më perfekti. Do të themi surprizë, por surpriza nuk thuhen, kështu që 6 mujorin shikojeni në këtë drejtim, është momenti më i mirë i mundshëm.
Të falenderoj Jorgo, jemi drejt fundit, të falenderoj për të gjitha parashikimet, ju falenderoj të gjithu që na bashkoheni çdo ditë përmes telefonatave dhe mesazheve, nga unë Adelina, një ditë sa më të mbar. Gjithashtu dhe nga na ime, një mbarësi, por dita sot më është një ditë mjaft e mirë për bisedime të rëndësishme, por një kafe, por pa sheqer, se do t'ju bëj mirë.